Të nderuar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi sot në sezonën e 4 të emisionit Bardezi. Ju tashmë dini që ky emision ka karakter fetar dhe social, ku do diskutojmë tema të ndryshme sa i përket familjes, karrierës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi, me fokus të veçantë shoqërisë tonë shqiptare. Sonte për temën e parë do të flasim për baraspeshën mes karrierës dhe familjes. A na bën karriera që të harrojmë familjen, apo duhet rrugtojnë të dyja së bashku? Këto dhe shumë të tjera do i diskutojmë në vazhdim me profesor doktor Hoxhën Sadat Rustemi, njëkohësisht është ligjërues dhe imam në xhaminë e Veternikut në Prishtinë. Hoxhë nderuar, faleminderit shumë që jeni me neve. Faleminderit ju për ftesë. Dhe faleminderit që në fakt ke marrë mundje me kontribu për temat që i kemi 10 tema bashkë, 10 javë së bashku për diskutuar për këto gjana që e shqetësojnë shoqërinë tonë shqiptare. Tash fillim që të diskutojmë për baraspeshën mes karrierës dhe familjes. Po e nisim direkt i nderuar. Në këndvështrimin islam, puna është obligim apo është zgjedhje individuale e njeriut? Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Zotin e Madhreshëm, përshëndesim Muhammedin alayhis salam. Gjithsesi që uroj për këtë emision, sepse është pjesë aktuale dhe më së nevojshme dhe ne ja kemi borxh shoqërisë tonë që t'i ofrojmë diçka që është më e mira, më cilësorja, t'i plotësojmë, do thotë, në segmente të ndryshme. Sa i përket pyetjes të çështja e punës është prej temave që shumë diskutohet, është diskutuar në të kaluarën, po flas shoqërinë tonë, gjithmonë madje është sjellë si proverb që puna është farz, kështu përdoret, do thotë, si nocion në shoqërinë tonë, puna është obligim. Në fakt, faktet fetare flasin që njeriu është i prirë për të punuar. Dhe në kuadër të kësaj, pastaj në bazë të situatave sillen edhe normat. Pra, parimisht njeriu duhet të punojë. Për faktin se ka obligime personale, individuale, e këtu të pastaj hyn shkollimi, martesa, ndërtimi i ambientit jetës, shtëpia, kështu me radhë. Pastaj ka obligime familjare në cilësinë e bashkëshortit ose në cilësinë e prindit ka obligime dhe krejt këto determinojnë që personi është i obliguar të punon. Mirë, po pastaj sa i përket realitetit punës ose cilësisë të punës, sot duhet me punu, pastaj kjo varet prej tyrave të personit. Dikuj nevojitet punoj më gjatë edhe më shumë, dikuj nevojitet më pak edhe më lehtë, për faktin se mund ta ketë një bagazh tyrave ose mund ta ketë një gjendje ekonomike më mirëfillë se tjetri, prandaj mund të mënyrë të përgjithshme faktet tona, mesazhet hyjnore, që është libri i Zotit, Kurani, nëse e trajtojmë në këtë dimension, Zoti i Madhreshëm te çështja e punës ju ka sugjeru edhe profetëve, pejgamberëve, që t'i marrin shkaqet e jetesës. Pra, të mos mbështeten krejt në forcën hyjnore, ndihmën e Zotit shkurt. Për shembull, Zoti i Madhreshëm e dim që prej profetëve ka qenë shumë i sprovun Ejubi alayhis salam, shumë i sprovun, do thotë, i sprovun në aspektin material, i sprovuar në aspektin shëndetësor, i ka punu vetëm gjuha për me përmend Zotin, edhe sprova të tjera. Zoti i Madhreshëm i thotë, mshoj tokës me kam, do të vije pastaj shërimi. Pra, Zoti ka mujt me çu ilaçin pa i mshu hiç, po kjo është një shkas dhe një fakt që do t'i marrim mjetet e punës. Do të thonë që duhet më mundu na që Zoti më na ndihmon. Patjetër. Në jetën e gjimit të Musa alayhis salam, për shembull, kur ka qenë i përndjekur nga Faraoni, Zoti i Madhreshëm i thotë, mshoj me shkop detit. Zoti ka mujt, do thotë, padyshim dhe kish bën ato që e ka bën, pasi që i ka mshu Musa alayhis salam me shkop detit dhe është hap rruga, që pa i mshu fare i shkop deti. Por, kjo është një sinjal që ne duhet të punojmë, duhet të marrim shkaqe dhe të punojmë. Në jetën e gjimit të Muhamedit alayhis salam, do thotë, në praktikën e tij, përveç aspektit praktik e gjejmë edhe në gojdhana, që mu është dhënë, thotë tekstualisht, mu është dhënë risku pasuria pasi të punoj, pasi të mihi. Pra, këtu janë disa pak prej shumë fakteve që fetarisht pra jemi të thirrur që ne t'i marrim mjetet e punës dhe të punojmë, pastaj vije, do thotë,
risku furnizimi dhe çështje tjera. Po futem direkt tek shekulli 21 me qenë se po jetojmë dhe bota teknologjike dhe kriz zhvillimet e kanë marrë veçdhin. Do doja që diskutonin për shumë persona të cilët janë të famshëm, kanë karrierë dhe janë të përkushtuar fetarisht. A shkojnë këto dyja bashkë Hoxhi nderuar, sepse shohim që secili person sot deshte pa desh ki kontakt me shumë njerëz, të dy gjinit. Mandej ndoshta ki edhe kontakt në për ambiente që ndoshta nuk janë plotësisht të rekomandueshme fetarisht. Qysh me balancu fen dhe karrierën në shekullin e 21? Parimisht është shumë e rëndësishme i kuptu konceptet. Pra, koncepti fe nuk ka ardhur me pengu karrierën e njeriut. Nuk ka ardhur si lloj sanksioni. Pra ki drejt një jetë me pas karrierë. Patjetër, po ky feja ka ardhur si plotësim, sepse kur flasim fe, nocionin fe, terminologjin, fjalën fe, po flasë në zhargonin e popullit tonë, komunitetit tonë, shpesher kufizohen në gjëra konkrete. Feja nuk është vetëm xhami, feja nuk është vetëm namaz, feja është tërësia jetës e njeriut. Edhe kjo që po e bëjmë ne sot është fe. Pra, me i udhëzu njerëz, me i këshillu njerëz është pjesë e fesë. Humanizmi është pjesë e fesë, pastaj humanizmi është një gamë gjërë e formave të aktivitetit. Pra, prej formave të aktivitetit, pra konkretisht humanizmit po flas, është me i afru njeriut një këshill cilësore. Shpesher, sidomos në këtë kohë për teknologjisë, njerëzit më shumë kanë nevojë për fjalë të ëmbla dhe të mira dhe miradije, se sa ndoshta për ushqim dhe për një mirëqenje, sepse është në pyetje krizat e jetës, vështirësitë e jetës, problemet në përgjithësi, prandaj edhe kjo është një humanizëm. Pra më shumë kemi krizë emocionale sot se sa krizë të bollokut. Sidomos tek ne. Sidomos tek ne nëse nalmi ne të trojit shqiptare, falë Zotit, ne jemi në një mirëqenie jashtë zakonisht të mirë. Pra, njerëzit janë të prirë me shprehje ankesa. Kjo është natyrshmëri njerëzore. Mirë, po kur bëjmë krahasimin mes të tanishmes dhe para 3 dekadave ose me tutje, ne dalim, unë shpesh e them kështu pa hezitu, milioner të gjyshve tonë. Për faktin se gjendja është jashtëzakonisht e mirë. Mirë, po ja që kjo pasaj prodhon atë krizën emocionale. E prodhon një lloj vështirësie të jetës, sepse tani më edhe njerëzit nuk kënaqen me pak si që kënaq gjenatat e kaluara. Pra synojnë shumë. Arritet ego? Ego nuk plotësohet, egoja asnjëherë nuk plotësohet. Nuk plotësohet egoja asnjëherë, por kërkohet të mirë menaxhohet egoja. Çu menaxhohet ego? Faktet fetare, fillimisht shpallja e ka trajtu këtë çështje dhe unë po du m'ja përkushtu disa minuta kësaj çështje se është shumë e rëndësishme. Egoja e njeriut është pjesë e njeriut. Mirë po, për egon, për çështjen e egos ka marrë shumë citate në Kur'an. Mesin e tyre është një citat shumë i mirë njohur në kapitullin e Jusufit alayhis salam, për një prej profetëve, ku Zoti i Madhërisht thot: "Wa ma uberriu nafsi", unë nuk muj me shfaqsu egon time. Inna nafsa la amaratun bisu, sepse egoja prim për të keqe. Çu i bie se nëse është thënë që kjo thënie ka ardhur si rezultat i fjalës së këtij profeti Jusufit alayhis salam, përkundër që ka qenë i përzgjedhur dhe shumë i ruajtur moralisht. Jusufi alayhis salam, ndoshta disa detaje interesojnë edhe audiencës. Jusufit alayhis salam ju ka dhënë diçka e veçantë, ka qenë shumë i sfërvun, po ju ka dhënë bukuria e jashtëzakonshme. Të gjithë janë shpërndarës ti. Pikërisht, po ky citat e bën një lloj balancimin mes realitetit të qenur dhe egos që është prezente. Pra, Zoti po thotë që unë nuk muj, në thënien e ka përshkruar thënien e Jusufit alayhis salam, unë nuk muj me përshkru që nuk ndikona prej egos, por egoja prim për të keqe. Që i bie se egoja e njeriut, nëse nuk mirë menaxhohet, çush mirë menaxhohet, gjithsesi që njohja mirë e Zotit, njohja mirë e koncepteve shpirtërore, fetare, rregullave, këto e rregullojnë, e frenojnë egon. Praktikisht i bie, ne kur e demonstrojmë praktikën e fesë, kur falemi, pra duhet me frenu egon për me uqu mu falë, sepse ti dush me lanë diçka që jetu kry për mu uqu me kry një shërbim tjetër. Obligim. Një obligim. E që në këtë kohë kur ne po e bojmë faljen, shpesher mujnë me kanë temperaturat jo të përshtatshme. Sidomos për shembull namazi sabat që falet shumë herët, duhet me prish gjumin.
Pra, kjo vetvetiu e përçon mesazhin e rregullimit të egos, që po ja dalsha on, po mujsha, do thot me e ndryshu qasjen time. Kalojmë tani Ramazan, për shembull, një muaj agjërim. Kemi të bëjmë me stopim të ushqimit për një kohë gjatë ditës. Kemi të bëjmë me ndryshim të orarit të ushqimit, e kemi syfyrin, e kemi iftarin, me njanohet këtu dreka. Pastaj kemi të bëjmë me qasjen, kujdesin ndaj qasjes të folurit, sjelljes e kështu me radhë. Namazi natës që kërkon shumë ekstra pastaj, këtu na vin po namazi natës, si taravive, nxjerrja e zakatit e pasurisë, por këtë kjo e frenon egon dhe e gdhen. Pra në një fjalë themi që besimi në Zotin dhe besimi në ato që ka jemi thirrur, për ato që quhen kushtet e besimit dhe normat në Islam e rregullojnë, e gdhendin egon dhe e menaxhojnë, e mirë menaxhojnë. Që i bie se, për shembull, është Ramazan dhe njeriu mund të ketë pra etje, pra e din që para vetit e ka ujin, edhe nuk e pengon askush, as nuk ka turistni prej askuj, por e frenon egon e tij sepse tani ndalohet mu me pi ujë. Pra, në një farformë kjo është presion dhe egos. Kjo kalon edhe në psikik mendej, e kupton pak a shumë që i ki rregullat që duhesh me ndjek. Po, do thot në aspektin psikologjik, truni e merr një sinjal që pra e rregullon aspektin e komandës se unë tani do ta bëj këtë dhe këtë dhe këtë. Pra, ky frenim i egos, unë do të dal tash për te shpirtërorës. Patjetër. Pra, në aspektin shpirtëror e rregullon raportin me Zotin në mënyrë perfekte. Pse? Sepse do thot ka menaxhu egon dhe i kryen shërbimet. Mirë, po kjo na shërben edhe në jetën e përditshme. Për shembull, e rregullon egon, nuk e prek ato që nuk është e tin, nuk e cenon të drejtën e tjetrit, nuk e dhunon të tjetrin, nuk e fyn dhe nuk e ofendon të tjetrin. Pra, në një farformës e tjetër, është edhe një rregullim psikosocial. Automatik. I personit, që i bie se personi mund tjetë për shembull person euforik, mund tjetë gjak nxehtë, siç e thot populli, ose i ndihshëm, senzitive të ngjashëm, mirë menaxhimi i egos e bën personin të balancuar, që i bie bën të përshtatshëm me rrethonat e kohës, të vendit, të jetës së kështu me radhë. Mirë, pse kemi ego pra nëse na vështirëson në përditshmërinë tonë, në arritjen e synimeve tona dhe në raport me njerëzit? Është sprov për neve njerëzimin ego? Po, egoja sa është sprov edhe është element i jetës tonë. Se ne pa ego... Element i rregullimit të jetës tonë. Element pa cilin s'mundemi. Okej, balancim? Balancim, pra Islami ka me balancu egon. Pra, shfrenimi i egos e çon njeriu në ato që njihet fetarisht në mëkatim, në gjuna. Kur e shfrenon egon, për shembull e thot ato që s'duhet, e vepron ato që s'duhet, pra mekanizmat fetar, normat fetare kanë ardhur pra me e rregullu egon. Sepse për ndryshe nëse njeriu nuk ka ego, atëherë i bie që ai nuk ka sens për jetë, për martesë, për të kriju familje, për karrierë. Në ato imrëmje të lirë është komplet. Po, në një farformë mund të kuptohet. Fjale mund të thojmë kështu. Pra, egoja është element i jetës tonë, por gjithsesi që ne jemi sprovu me ego, sepse tërësia e jetës të kësaj bote, faktet fetare tona të flasim, pra Kurani dhe mesazhet profetike, na njoftojnë se ne qëndrojmë në botën e sprovave. Dhe këtu du ta përçoj një mesazh ekskluziv, ndoshta për audiencën tuaj, se shpesh njerëzit në mos balansimin e këtyre kritereve dhe mos kuptimin e rrethonave bin prej e kushteve. Për shembull, ka kriju kushte luksoze. Mirë, po personi nuk e mendon dhe nuk paraprgatitet që mund të smuret, mund të ndryshojë gjendja, mund të eskaloj situata dhe në këtë rast kalon prej një gjendjes normale që ka qenë në një gjendje traumatologjike. Dy ekstreme. Po, dy ekstreme, pse se s'është përgatit. Atëherë ne, kur e lexojmë Kur'anin, kur e kuptojmë Kur'anin, e kuptojmë që ne jemi në botën e sprovave. Zoti i Madhreshëm në shumë citate dhe ja vlen disa prej citate me shkput, sepse janë të rëndësishme. Kur'ani nuk ka ardhur vetëm për hoxhën, nuk ka ardhur për një komunitet. Kur'ani është libër universal për gjithë njerëzit, për njerëzimin. Zoti i Madhreshëm për shembull në Kur'an prej citat thot: "Unë blukum bil khairi wa sharri fitne", kena më sprovu me gjëra të mira dhe jo të mira për t'ju testuar. Që i bie, teston Zoti me gjëra të mira. Qysh i bie kjo? Ti e për shembull karrierë. Edhe kesh përdor karrierën. Qysh kesh përdoret karrierën? Kesh përdoret për shembull nëse e harron Zotin?
po e harron Zotin një, nuk i shërben njerëzimit, dy, krijon mendje madhësi, ka qenë një person arrogancë, ka qenë një person për shembull i kujdesshëm ndaj familjes, bën karrierë harron, ose bën pasuri, gjithsesi hin vetën lakmi, ose për shembull ka qenë një person mesatar ose i vobek, do thot i varfër, dhe ka bë pasuri, pastaj pasuria pa menaxhueshme që prap këtu ka çësje egoja e bën atë person shpërfillës. Në radhë parë ndaj Zotit, sepse ndaj pasurisë kem obligim për të varfër, jo ndaj Zotit. Zoti ka caktuar normë, po kjo çështje na kthehet neve dhe kthehet njerëzimit, për nxjerrja e zakatit. Një sasi shumë e vogël e pasurisë për të pasurit i kthehet varfërve. Pse nuk e dëmton as vetën tonë? Absolutisht, madje veç e shton. Ajo është kthehet në të mirë. Në të mirë. Du të them me këto janë do thot disa shembuj në këtë citat. Pastaj për shembull ka përmend Zoti kapitullin 2 në Kur'an 5 lloje të sprovave që Zoti thot kështu dhe konsideroj se këto përveç që janë njoftime, janë edhe po i quaj mekanizma shërues, janë ilaçe në veti, janë ilaçe shpirtërore dhe psikosociale. Allahu në Kur'an thot: "Wala nabluwannakum", patjetër do t'ju testoj. Pra, Zoti na ka njoftuar dhe nuk ne ka pas borxh, thjesht. Nuk ne ka pas obligim Zoti më na njoftu që kom i shtin test. Po na ka njoftu që kom i testu, pastaj thot, bishej me diçka pak. Me çka? Nga frika, nga uria, nga marrja e pasurisë, nga marrja antarëve të familjes, vdekja, pra, dhe nga marrja e asaj që ju e kultivoni vetë mbjelljet, pra pemë, perimet, tyrat e juja kështu me radhë. Pra Allah këtu i përmend 5 lloje të sprova që do të sprovoni nga pak. Unë po e përkufizoj kështu. Pra Zoti po do t'ju sprovoj me diçka nga frika. Këtu janë lufta, tërmetet, çrregullimet e kështu me radhë. Llogaritni nëse Zoti do të na kesh testuar me komplet frikën, njeriu çmendet. Pra, nëse dikush pyet, po pse Zoti po na sprovon? Pse më na tut Zoti, më na frigu? Nuk është për qëllim këtu me dëmtu njeriu. Është për qëllim sepse njeriu si krijesë shpesh herë, siç tham, ndikohet nga egoja, ndikohet nga rrethona, e humb atë balansin mes asaj që është kriju dhe mes asaj që është duke vepruar. A njeh njeriu vetën në sprova? Parimisht du ta njeh se sprova është një trokitje hyjnore. Është një trokitje hyjnore që sinjalizon për rikthim, për kontroll të vetvetes, për menaxhim të situatave kështu me radhë. Unë kështu e kam kuptuar dhe kështu madje edhe kur I këshilloj palët, them nëse ta çon Zoti një sprov, merre si një lloj trokitje hyjnore, që Zoti është ta dash të mirën me çit sprov. Pse nuk po don Zoti me të çutin botën tjetër me çit gjendje? A është veç durimi te kalimi I sprovës apo ka edhe mekanizëm tjetër? Durimi është, unë them, imami I vlerave, priatori. Pra, priatori I gjërave është sabri, durimi, për faktin se durimi është vlera më kulminante që kërkohet për arritjen e vlerave, plotësimin e kritereve, standardeve, edhe për të arritur që ti jesh I suksesshëm. Pra, pa sabër, pa durim, nuk mund me kry shkollë. Zatën këtu e kemi tash problemin të gjërat e teknologjisë. Pa sabër nuk mund me shku në punë mirë dhe më kthy mirë. Pa sabër nuk mund të jem prind të mirë, suksesshëm, nuk mund të jem profesor të mirë, nuk mund të jem qytetar të mirë e kështu me radhë. Për atë arsye Zoti I Madhreshëm në Kur'an I ka përmend si 2 kritere afër njëra tjetrës që e kompletojnë personalitetin e njeriu. Thot Zoti: "Wasta'inu bis-sabri was-salah", kërkoni ndihmë te Zoti përmes namazit dhe durimit. Pse pikërisht namazi këtu? Tash, për faktin se namazi është lidhje direkte me Zotin. Është për atë arsye quhet në gjuhën arabe salat është kontakt me Zotin, mbajtja kontaktit me Zotin, dhe kur ja shtojmë vlerën e durimit, I bie se ne veç jemi plotsu. Nga se na I botën e sprovave, tham. Që I bie se këtu nuk ka çdo gjë me buton. Prek butonin, të vjen kërkesa. Kjo është standardi I xhenetit. Kështu flasin faktet. Standardet e xhenetit janë, pra, paraqet kërkesën, të vjen kërkesa. Të realizohet. Në këtë botë mund me të realizu, mund me të prolongu, mund me të vënu, mund mos me të realizu fare. Pse? A ka gjithë porosi pas këtyre, Hoxh, më falë që ndërpres. Sepse për shembull shpesh presim na u realizo diçka, nuk po realizohet dhe ne përkundrazi harrojmë që Zoti ka një porosi më të mirë për neve.
Po realisht fillojmë ndeshkojmë vetën njerëzit, madje larg qoftë edhe krijuesin tonë. Po, patjetër do thotë sepse njerëzit mos njohjen detaje e koncepteve, bën që njeriu kur e paraqet një kërkesë, madje përsërit kërkesën për Zotin dhe nuk i plotësohet, fillon një lloj paragjykimi, fillon një lloj zbeje. Jo, ne do ta kuptojmë të kundërtën. Po, çike pyetje dhe ky trajtim na kthen në shtyllën e 5 të besimit. A duhet me thonë faleminderit edhe kur nuk na realizohet dëshira jo? Kështu kam su profeti Alisam. Kështu kam. Thot po, kur nuk të realizohet një diçka, kur nuk është gjendja e mirë qenë e mirë, do të me thonë e falenderoj Zotin për çdo gjendje. Po deshta ta bëj një plotësim këtu. Te shtylla e 5 të besimit është besimin caktim, kader. Pa e kuptu mirë kaderin. Unë këtu përçoj mesazhin e radhës të audiencës juaj që kuptimi i mirë i kaderit, unë kështu kam marrë në përfundim, për aq sa kom lexu dhe kom studiu dhe me një përvojë modeste të jetës time, kuptimi i mirë i kaderit, i caktimit, na bën rob mirë me Zotin, na bën qytetar të mirë, prind të mirë, na bën madje menaxhues të situatave psikosociale të mira. Pra, sepse ne jemi të rrethuar prej sprovave, prej sfidave të jetës dhe këto në një farformës e tjetër sukur blindojnë, sukur na sulmojnë, sikur do thotë na nxjerrin nga ajo natyrshmëria që ne e kërkojmë. Pra, besimin në caktim të Zotit na mund të freskët, na mund gjithmonë të freskët. Kjo është në radhë parë. Në radhë dytë, kur ne e kemi të rregulluar mirë besimin në caktim, e kuptojmë se që kjo gjendje që më ka ardhur mua, ose mos përgjigja në këtë kërkesën që unë po e ripërsëris, i bie se Zoti e ka ndëgju kërkesën time, e ka marrë kërkesën time, mirë po ai e ka shqyrtu që kërkesa ime nuk është e dobishme për momentin. Për momentin. Për momentin nuk është e dobishme. Se na nuk bën mu ndalë, për shembull, na duhet mu lut vazhdimisht për kërkesën tonë. Patjetër. Për suksesin, për jetën, për krejt. Çdo gjë, ju e dini, keni ndëgjuar sigurisht edhe audienca juaj se lutja më përmbledhëse është ajo që e dini, po themi masavikisht populli juaj. Të gjithë. Rabbana atina fid dunya hasana. O Zoti ynë, na jep të mirë në jetën e kësaj bote, o fil akhirati hasana, dhe na jep të mirë në botën tjetër. Kjo është lutja më përmbledhëse, thon dietar, këtu hyn çdo detaj që ne kemi nevojë, por nuk duhet me hezitu kur ne ngritim durt me kërku dhe detaje që ka njeriu mund të stepet, mund t'i vje keq, mund t'i vjen marrë me lyp Zotit, për shembull ka nevojë për kert mirë. Kam dëgjuar që ka persona që ju vjen pak marrë me kërku Zotit diçka që ju duket, kjo është absurde. Po vjen marrë me kërku këtë gjë. Ose ndoshta edhe paragjykon që ndoshta nuk kompletsohet kjo mu, por mësimet kemi një thënie profetike shumë interesante që tani po më kujtohet. Profeti Alisam në ka mësu me lutë Zotin, jo vetëm për këpucë, por për litartë e këpucëve, për penin që e lidhësit e këpucëve. Ka thonë, detajisht me që. Detajisht. Pra, që ky hadith, që kjo thonje profetike, na të regon që ne kemi nevojë për detaje. Pra, që i bije, për gardarob, për telefon. E përmende makinën. Për vetur, për shtëpi, e lere më për shëndet, për shkollim, për martes, për punësim e kështu me radhë. Do të mesim këtu të pjesa e karierës, që na e bënëm një përmbledhje, por realisht këto të gjitha ngërthejnë edhe brenda karierën edhe punën edhe suksesin e njeriut. Ju thatë njeriu, tash përgjithësit e punës ditore, do më thonë, jashtë shtëpisë, i ka besoj edhe gruaja edhe burri apo jo. Do të thonë nuk e ndalan feja grua me punu. Sepse sipas mësimeve dhe gruaja e profetit Muhamedit alayhis salam ka qenë afariste suksesshme. Tash ç'është balancohet kjo, sepse dihet që për gruan është pak më vështirë në aspektin familjar. Para po e kthehena atij koncepti që thash se shumë e rëndësi kuptimi konceptual i jetës. Familja është e shenjtë, është mision. E pa diskutueshme. Kurse karriera është synim. Por këto dyja, këtu do ta bëjmë një shkputje, do ta bëjmë një ndarje që ta kuptojmë ne rëndësinë e familjes, krijimit të familjes dhe rujtjes pastaj të familjes dhe përgjegjësitë që kemi për këtë institucion, sepse familja është institucion. I pari institucion. I pari institucioni formuar në botë nga njerëzimi është familja. Pra kjo vjen prej Ademit alayhis salam bashkë me bashkëshorten e tij, domethënë jo shumë larg nga zbritja e Ademit alayhis salam në tokë, i është kriju bashkëshortja. Madje Zoti i Madhërisëm
kur i ka thënë Ademit alayhiselam hyn në xhenet, që i ka përshkruar tekstualisht në Kur'an, çka thot Allah? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-janna. Allahu nuk i tha Ademit alayhiselam, o Adem, hyn ti, provoje që jeta në xhenet, tani nëse e shet që ki nevojë për gruan, thirr edhe gruan. Nuk tha kështu. Po tha, hyn ti bashkë me bashkëshortën në xhenet. Pra, ne mund ta parafrojmë kënaqësinë e xhenetit me ato çka Zoti na ka mësuar. Përndryshe nuk mund ta shijojmë nga këto. Por nëse shikojmë faktet, flasin se jeta në xhenet, nëse është e domosdoshme si çift, atëherë du ta kuptojmë që në botën e sprovave është e patjetërsueshme. Dhe nëse është si e tillë, pra bashkarisht bashkëshortët e mirëfill krijojnë familjen. Familja thamë është institucion i cili don mirëmbajtje të vazhdueshme. Karriera është plotësimi i jetës, është një mekanizëm ndihmues, do thot, është një synim plotësues, pra është me vlerë për aq sa ne mundohemi t'i afrojmë jetës tonë edhe aspektit social dhe familjar përmes këtij mekanizmi. Që i bie se nuk do duhet të binte ndesh karriera jonë me krijimin edhe rujtjen e familjes. Ose me zgjedh ose një anën ose tjetrën. Jo, nuk ka nevojë kështu, se të dyja të ecin paralelisht. Pra, karriera jonë i bie shkollimi ynë, i bie puna jonë, i bie biznesi jonë. Pra, që i bie se jo detyrimisht ne studiojmë 24 orë, jo detyrimisht punojmë 24 orë, jo detyrimisht ne jemi në biznes 24 orë. Atëherë i bie që nëse duam të kemi familje të suksesshme, në radhë parë martesë suksesshme, pastaj familje të suksesshme, duhet ta ndajmë kohën në mënyrë proporcionale, sipas nevojës. Duhet me nda kohë të mjaftueshme për gjumë, ashtu siç thonë ekspertët, 6 deri në 8 orë, pranë 24 orëve. Duhet ndajmë kohë për një ushqim të shëndetshëm. Duhet ndajmë kohë për mirëmbajtjen e trupit, stërvitjen, sportin e kështu me radhë. Duhet ndajmë kohë për qetësi personale. Veç për veten tonë. Për veten tonë. Pastaj ndajmë kohë për punën tonë, e thamë, sa i përket biznesit, ose punës, ose karrierës në këtë rast, varësisht prej personit, jo detyrimisht, thamë të gjithë e kanë obligim me punu 10 orë në ditë. Dikush 15 ka nevojë, dikush ka nevojë 2 orë, 3 orë, 4 orë. Po, se bëhet ky krahasim i pak që në fakt i krahason, dikush po punon 2-3 orë më shumë, dikush 2-3 orë më pak, kjo është komplet këtë varet prej individit. Flasim pak edhe te pjesa e vajzave të reja, që ndoshta më herët, por jo vetëm, sepse kemi parë që në zonat e thella është ende si problematik, po sa të fejohen ose të martohen, shkëputen nga puna. Çka thot nga këndvështrimi islam, çfarë do të thotë kjo? A ki gjuna hoxh nëse ja ndalon personit që ke zgjedhur me jetu jetën, punën që te ke njoftë faktikisht të punu? Gjithmonë e ripërsëris për audiencën tuaj që jem të folë në vitin 2026. Pa tjetër. Sepse dikush mund më na kthy me një periudhë 50 vjeçare. Po fatkeqësisht në disa zona jemi ende vitet. Atëherë ne, pra vetëm përkujtoj audiencën që çito fjalë që i them sot nuk i kisha thënë para 3-4 vite. Për 2026 për faktin se rrethonat kanë qenë asisoj. Për shembull, nëse flasim kthejmë vitet e 80-ta, 90-ta, rrethonat e shoqërisë kanë qenë asisoj. Po duhet mu përshtat sipas ne tash po flasim thamë 2026. Po flas për sot. Po. Sot për sot, pra, shkollimi është pjesë e jetës. Edhe feja. Plotësimi, patjetër, pa hin detaje. Sugjeron me u shkollu. Pa hin detaje, sepse na e dimë që tekstet fetare, pra dhe kjo është një rregull. Se ka qenë propagandë, më falë që po ndërpresoj, që është shumë e nevojshme me sqaru. Ka qenë propagandë vite më herët, gjeneratat më herët që hoxhallarët po e ndalojnë shkollimin. Po, është e vërtetë që ka qenë, që ka ardhur prej komunizmit, ka ardhur madje prej isharmikut tonë që nuk ne ka dashur mirën dhe është propagandu asisoj që feja nuk e lejon me u shkollu në mënyrë të përgjithshme, po në mënyrë ekskluzive femrat. Etash. Llogaritni çfarë dallimi i madh është mes një nane të shkolluar dhe një të arsimuar dhe një nane të arsimuar. Këto nuk kemi nevojë me pyet asken, pra mund t'i marrëmi 2 ose të bëjmë sondazh. 2 modele. Po 2 modele dhe shikojmë. Pra, edhe është në pyetje edukimi i fëmijët, edhe është në pyetje cilësia e edukimit, edhe është në pyetje në radhë parë vetvetja, sepse ne në radhë parë mësojmë për vetveten, me ngrit aftësitë tona, me ngrit intelektualisht ne si person, pastaj me bart këtë vlerë tek gjenerata e parë që në fëmijët tonë. Pra, kjo çdo mend
që një nën e cila është e arsimuar, mirëfilli, aja patjetër ka me prodhu fëmijë të arsimuar, të edukuar, edhe pastaj edukimi është një gamë gjërë, sepse unë them që s'ka prind të këqi, por ka edukator jo të mirë. Pra, edhe rrethonat. Pra, gjithsesi edhe rrethonat kanë qenë. Ndikojnë. Atëherë i bie se në këtë kohë që ne po flasim, patjetër që ne i kemi mundësitë, fëmijët tanë, sot vajzat tona, mbesat tona, i kanë mundësitë e shkollimit. Normal, ne patjetër këtu nuk du të jem indiferent, kemi nevojë me u plotësu, me qëllim që ta e kuptojnë të gjithë që në shtetin tonë, vendin tonë, të gjithë jemi të barabartë. Pra, edhe ato femra, vajza, gra, të cilat kanë përzgjedhë që t'jenë të mbuluar, ata kenë kodin e mbulesës, jenë qytetarët këtij vendit. Pra, jenë nxënëse të shkollave tona, jenë pjesë e kësaj shoqërie. Ju duhet institucioneve. Patjetër institucioni arsimor, patjetër institucioni i punës, patjetër institucioni martesor. Pse jo në krye të shtetit? Pra, ne po them pa dalë shumë larg, do thotë ne edhe pse gjeografikisht jemi në Evropë, po duhet të marrim këtë rast shembull. Kemi në Evropë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është të gjitha profilet femra me mbulesë që i konsiderojnë pjesë aktive shoqërisë. Kanë qenë shkencëtare të njoftura edhe femrat me mbulesë. Pra, unë mendoj që duhet me thy këtë tabu, dhe unë mendoj për ata që ende kanë viruse, po them këtë aspekt, duhet mu liru për këtij kompleksit. Pra është tete e... Kush në solli këtë kompleks? Tete vështirë. Pse kemi këtë kompleks? Pse distancohemi kur e shohim një vajzë me mbulesë që ndoshta i ka të gjitha të mirat të jetës dhe është e formuar në karakterin e intelektin e saj dhe ndoshta i duhet një institucioni të rëndësishëm. Kemi në përbot shumë gra të respektuar në mbulume që i udhëheqin sektorët më të rëndësishme. Madje jo vetëm edhe koka të shkencave. Pse na i kemi këtë kompleks? Për mos me harru une, do të përgjigjem arsyeën e pse. Unë të kërkoj falje për që po ndërpres, po më duhen si përgjigje. Në Arabinë Saudite, flasin ekspertë e fushës së biznesit, dikun 70% të bizneseve i udhëheqin femrat. Në Arabinë Saudite, nuk po hinë në vende tjera. Po për ta kuptu dikush një elit ose një pjesë e shoqërisë tonë, për t'ju kthyer në përgjigje pse po ndodh kjo. Unë mendoj këto e mbetje nga sistemet e kaluara. Ende dikush, pra, ka ardhë sistemi demokratik, pro demokracia, po ai ende qarkullon me mendimet e të kaluarës, me mendësinë e të kaluarës. Pastaj janë çështje dhe bindjes. Pra, dallimi është shumë i madh. Personi i cili ka besim, e që fatkeqësisht shpeshherë këto e gjejmë një lloj atakimi i kundër një lloj ndeshje mes realitetit dhe asaj që thuhet. Për shembull, Islami nuk është i pas luftës tek ne. Mbulesa nuk është e pas luftës tek ne, pa hiju në detaje, sepse edhe jam i thirrur që të flas për këtë, na flasë për një çështje. Po ne kemi edhe nëna shqiptare që kanë pas shamin edhe veshjet kombëtare, na i kemi me shamin. Patjetër, na po flasim për një periudhë 7-8 shekullore me kontestu, çka nuk ka të bëjë me arab, sepse tokat arabe ka të zbuluara, nuk ka të bëjë me parim. Pra është parim, është pjesë e fesë tonë, individuale kërkesë, po është edhe parimi fesë e ka përzgjedhë. Po unë mesazhi im është ky. Këto çësje për mendimin tim bojnë ndasin shoqëri, bojnë thyrje. Pse kemi nevojë na kështu të shihemi si kundërshtar e barabartë në këtë shoqëri. Pra, ajo që është mbulut dhe që s'është mbulut, ajo që është praktikues i fesë dhe që nuk është jam qytetar të barabartë. Na duhet ta shohim njëri tjetrin të paktën në aspektin njerëzor si të barabartë në këtë vend. Paragjykimi këto? Po gjithsesi që është nga dy palët flasim qartë. Për shembull, paragjykimi edhe për mua që nuk jam me shami, por edhe për dikon që është me shami. Paragjykimi edhe për një grua që punon edhe për një grua që nuk punon. Mbesim, sidomos kërkoj falje që po mbes te gjinia femërore, po është më e atakuara në shoqëri. Është vërtet në të dy aspektet. Po, në të dy aspektet. Por edhe ajo që është e mbuluar, pra paragjykohet, edhe ajo që nuk është e mbuluar paragjykohet. Edhe unë që s'kam shamin mund të paragjykohet. Mund paragjykohet sepse, po them, këto janë mbetjet tona, ndoshta si shoqëri. Ne kemi probleme inferioritet. Kemi probleme paragjykim. Për atë arsye kemi nevojë me ngrit cilësinë e dijes dhe të vetdijes. Pra, kur ne i bashkojmë të dyje, diturien edhe vetëdijsimin, dalmi një shoqëri e kompletuar, sepse ne ja kemi dalë si shoqëri, pra të bëj kushtimisht, po të bëj thirrje, t'i kthehemi para 3 dekadave
Ne kemi qenë një shoqëri e kompletuar për interesat e vendit tonë. Jemi bërë gjithë bashkë dhe kemi arritur atë që kemi sot, falë Zotit. Pra kemi shtetin tonë, kemi lirinë tonë, kemi jetojmë të lirë. Po vuajmë nga arresa kolektive. Po gjithsesi, kjo është pjesë njerëzore, po ndoshta ne me në një emision tjetër e diskutojmë. Mirë, deri në cilin nivel e kuptojmë ne si individ që kemi ambicje për të arritur diçka të mirë në jetë, po nuk kemi të i shkel kufit e çmendurisë ambicje, sepse shpesh ambicia na dërgon për rrugë që nuk janë të mira, i dëmtojnë të tjerat. Ku është kjo vija e hollë që me ditë që, okej, për shembull në orë nalo qëto se jetu i shkel vijat e dikuj tjetër, veç për me arriti diçka? Në aspektin studimor, bashkohor flasë, që e thonë shumë studius botëror, psikologë dhe të pedagogë të ndryshëm, që nivel botëror, nivel global, gjenerata e teknologjisë hapat i vendos të mëdhaj, tash në këtë kohë. Edhe kjo ka reflektuar në shoqërinë tonë. Vendosja hapave të mëdhaj për jetën, le pasoja të mëdhaja. Për faktin se, do thotë personi ka synime shumë të mëdhaja dhe mundësi për me realizojnë shumë të vogla. Dhe kjo pastaj e pasivizon personin, madje kjo mund të ndikojë edhe në fusha tjera psikosociale që mund të përcjellë një lloj kushtimisht, po them një lloj traume, një lloj ulje të optimizmit, por kalon pesimizëm e në probleme të tjera. Prandaj kërkohet që ta kemi ato që e thonë shumë studius frymarrjen e gjatë. Frymarrja e gjatë është mos mi përshpejtu sukseset, me i vendos hapat e vogël po të sigurt. Sidomos për shembull nëse bëjmë një krahasim të gjenerata, po themi 18-22, ku janë ma entuziazm për të pasuruar shpejt, për të realizuar ëndrat shpejt e kështu me radhë, ku këta persona, domethënë që e kanë tejkaluar adoleshencën, mirë, po kemi problem me vetëdisim, por kemi problem me pjekurit mjaftueshme mentale. Sepse këto i paraqiten si problem tash në kohën e teknologjisë. Këta persona bojnë krahasim me ata që kanë 50 ose 60 vite, të cilët kanë një karrierë 30 ose 40 vjeçare në biznes. Këta duan që shumë shpejt të arrijnë tek këta. Po harrojnë diferencën e moshës. Mosha në pyetje. Mosha, karriera. Karriera në pyetje 30 vite ka profesion. Ose ka angazhim. Përvoja jetësore, se dhe përvoja jetësore hynë shumë në këtë pjesë. Këtu tani duke mos janë shkalu këto, do thotë, po themi atë jetën virtuale të shpejt, pasurimin e shpejt, ëndrat të realizohen të gjitha. Jo të gjitha ëndrat në realizohen. Kjo është pjesë asaj bisedës që diskutuam më herët. Pra, ne themi mos jetoni me ëndra parimisht, po sidomos me ëndra ditës mos jeto, sepse ato janë, do thotë, ditën do të më çu me punu, jo me po ëndra. Po, kur po e përmendim botën teknologjike me efekt veçantë, po du më ndalë të rrjetet sociale. Kemi parë shumë shpesh që ndoshta një postim ta prish dytën ti si person, sidomos kur je i ri, edhe menon që duhet me arrit gjithçka veç me pas një postim të tillë, me një makinë të bukur, me një pishinë, me një shtëpi shumë të mirë të madhe, pa e ditë backgroundin e krejt postimit. Apo na dërgon një ambicje të çmendur neve si shoqëri, postimet në rrjetet sociale që shumë shpesh nuk janë reale. Tani me flasin ekspertët edhe botëror, sidomos japonezët, kinezët, edhe ata evropian, po edhe tek ne është ngrit alarm për studiusit që është të shpërfill, është të keqpërdor teknologjia tek adoleshentët, madje edhe para adoleshentëve tek fëmijët. Kjo përcillet pastaj edhe kjo e ka prodhu këtë situatë. Situatën po themi kushtimisht çmendurisë së pasurit të shpejt. Pasurisë së shpejt, po. Do thotë, kjo bën probleme sepse në vetvetiu, pa hyrë në detajet shkencës së psikologjisë, po krijon një lloj traume te personi. Thamë, në mes mundësisë dhe realitetit. Po, se dhe prindrit ndoshta kanë presion me arrit gjitha të mirat një fëmije që ka pa diçka në rrjetet sociale. Mandej prindi është i detyruar me punu edhe më shumë, thjesht që fëmija i vetë mos muni i diferencum nga fëmijë tjerë, pa e ditë pak a shumë edhe paralelen edhe të mirat materiale që mundën me i pas. A krijon kjo edhe kriza brenda mureve të shtëpisë? Patjetër, krijon në radhë parë kriza psikosociale, emocionale të vetë personi. Pastaj krijon kriza në familje, kriza po themi të forma ndryshme, në radhë parë bën një lloj debalancim të gjendjes në brenda familje. Mjafton me koni mërzitur. Një mërzitur, nuk jetojnë të qetë, nuk jetojnë rahat në gjurma të vazhdueshme.
Kjo pastaj mund të jetë një mekanizëm, mund të jetë një element që e çon triun deri te mendimi te vetvrasja, që ne e kemi si fenomen të kohës. Për shembull shtimin e kësaj, pra janë një sër arsyesh. Sa më shumë të mira materiale, vetvrasja ka gjasa më ndodhur më shumë. Po ka gjasa për faktin. Po shtetet sociale kanë pa këtë gjë skandinave. Po, për faktin se zhgënjimi për jetën, pamundësia për me realizu ëndrat dhe objektivat, do thot e bajnë një lloj prerje te adoleshentit, te ai i cili nuk ka përvojë jetës, që ta merr rrugën që mendon se është më e shkurtë. Në fakt kjo është rruga më e gjatë. Aty fillon me keq. Kjo është domethënë më e rrezikshme, sepse Zoti na ruaj në aspektin fetar, personi domosdoshmë rrezikon pozitën te Zoti. Na e dim çka thot feja për ata që bëjnë vetvrasje. Është prej mëkateve të mëdha. Ajo aty fillon fjalë i vërtetë. Po, patjetër. Po këtu në kuadër kësaj do ta përcjell edhe këtë mesazh të radhës që për prindet në radhë parë, prindet kanë nevojë me i shoqëru fëmijët e tyre, nipat dhe mbesat e tyre më shumë, me u socializu me ta më shumë. Praktikisht me ndëgju kërkesat dhe ankesat e tyre më shumë. Sepse, siç tham, një pjesë e rinisë jetojnë me ëndra. Tash ka nevojë ai që është më i moshuar, prindi, gjyshi, agja, daja, do thotë me i tregu që jeta ka kritere. Jeta t'jep mjaftueshëm, vetëm se nuk duhet mi përshpejtu rrethanat me qitë hapat e mëdhaj, për ndryshe kimi realizu objektiva. Me esë rrugë të sigurt. Si gjithsesi. Mirë, Hoxha ndërruam edhe 2-3 pyetje të fundit për emisionin e parë, dhe doja shumë që diskutonin pak për prindërit që orientojnë fëmijën në karrierë dhe në zgjidhjen e profesionit, që ndoshta unë kam has vetë personalisht njerëz që ndoshta për hir të prindit ose për hir që e ka në gjenezën familjare, mjekësinë ose çfarë do lloj profesioni, është i detyruar kushtimisht po e quaj detyruar me ndjeka atë rrugë, po në anën tjetër ka një ëndër tjetër ku kish mujt me performua dhe me qenë shumë i suksesshëm. Çka duhet me bëjë në këtë rast, dhe kemi në anën tjetër ndoshta që shumë shpesh prindi orientojnë aty ku është parja. Do të thonë zgjedhni një profesion që s'jet kur pa parë. Është edhe kjo e shëndetshme fetarisht. Konsideroj se në mes këtyre dilemave të ekzistuara në kohën tonë, po edhe në shoqërinë tonë, sepse këto janë pjesë e shoqërisë tonë, do thotë këto dilema ose këto pyetje na parashtrohen vazhdimisht ose këto shqetësime i kemi prezente në shoqërinë tonë, në mes të, po themi, një pjesë që e lanë totalisht fëmijën ta përzgjedh karrierën, që konsideroj se nuk është në rregull, për faktin se fëmiju në këtë moshë, po flasim në moshën e hapa të parë drejt pjekurisë, sepse ai posa e ka kalu adoleshencën. Pra, e që i bie se ne, si që theksuam edhe më herët, që studimet bashkëkohore flasin se tani në këtë kohën e teknologjisë kemi vonim të pjekurisë mentale, që i bie se kemi asocializim dhe krejt kjo determinon që i riu me përqindje të madhe, po flasim jo në mënyrë selektive, i bie se ka vështirë me përzgjedh vetë profesionin e duhur. Por edhe në anën tjetër e kemi ekstremin e kundërt, do thotë imponimin total, që patjetër detyrimisht fëmijët duhet me ndjek, me pasu, me marrë zanatin e prindit ose të prindërve, edhe kjo nuk është në rregull. Pra, nëse flasim në aspektin akademik edhe profesional, studimet edhe studius botëror flasin se për këtë duhet më majtë trajnime, sot ka trajnime që ata të cilët e përfundojnë shkollën e mesme, pra majnë trajnimin për zgjedhje së profesionit të tyre, të karrierës të tyre, studimit që dojnë të ndjekin, pra ka programet veçanta që në një farë formë ose tjetër testohen ambicjet e nxënësit dhe në bazë saj pastaj ai anon. Pra, nuk mund të themi që nuk bën me ndjek profesionin e prindit. Jo se do thotë ka njerë fëmiu prirje për qatë profesion dhe ka ëndje për te, mirë po në mënyrë të përgjithshme themi që është mirë me pas një balancim mes kësaj çështje, ashtu qysh në fakt gjatë trajtimit, po themi edhe të mendimit pozitiv, unë e nxjerri si rregull që është thonë të studiusit që në jetën e kësaj bote s'ka dështim, por ka përvoja të reja. Dhe shpesh herë e ndërlidhin psikologët këtë rregull të mendimit pozitiv me realitetin e jetës, ku shpesh herë për shembull dështojnë studentët ose biznismenët në gjërat ndryshme. Pra ata e kthejnë pikën 0, se dështimi është te përzgjedhja e profesionit,
te përzgjedhja e llojit të biznesit, jo te vetë vepra që është bërë sot. E që i bie se kjo është një lloj këshille për prindët që nuk është e shëndetshme, por edhe fetarisht, edhe në mënyrë edukative, në mënyrë përgjithshme që të orientohet vetëm ku ka para. Pra në mendjen e njeriu se fetarisht, pra kjo çështje tek ne në aspektin fetar është e prerë, përfundimisht është e prerë. Pse? Profesioni nuk sill parë. Sikur të ishte kështu, Zoti na kishte njoftuar që ky është profesioni që gjeneron parë më shumë. E për çka është profesioni? Profesioni është për me mbajt familjen. Profesioni është mjet. Po na besimi jon, ato çka Zoti na flet, është se rreziku thamë është i ndonë, madje është i ndonë duke u ngjiz ende në barkun e nënës fëmiu, na ka njoftuar pejgamberi alayhis salam se Zoti ja përcakton rrezikun, furnizimin. Edhe nëse ti puna për shembull 17 dhe nuk e ki caktuar rrezikun, ti harraja që kemi pas. Se në shembull i jetës përditshme na shërben kjo, për shembull na kemi njerëz që pa dasht me absolutisht me ula s'ken, po vetëm si shembull, ata qytetarët tonë që për shembull mirën me po themi me profesionet që janë më pak të paguar ndoshta. Më pak për shembull në kontinierë, shikojnë në kontinierë, ata punojnë ndoshta 20 orë në ditë, 15 orë në ditë, edhe natën shpesh i shohmi. Mi po kur të këshirë mirëqenja atyre, do thotë nuk është në nivelin e atyre që punojnë ashta 3 orë ose 4 orë. Pra i bie se rreziku është i ndonë. Profesionin e përdorimi vetëm si mjet dhe jo si qëllim të pasurisë, sepse kjo fetarisht, thonë drejten, fetarisht kjo prek edhe qëllimin pastaj që qatë lodhje, për qatë lodhje nuk shpërblemi të Zoti. E që na duhet të orientojmë për karrierën tonë, lodhjen tonë që edhe të afrohemi te Zoti. Ashtu ne po lodhemi. Pra, kur e kem qëllimin e mirë që përmes punës që po e bëjmë, në radhë të parë afrohemi te Zoti sepse ato para që ne i shpenzojmë, qoftë burri, qoftë gruaja në familje, ato shkojnë në sadaka për familjen. A nëse shkojmë vetëm në emër të pasurisë, për të pasuruar, vetëm për karrierë, i bie që ato është në pyetje vetëm lodhje. Mirë, do doja shumë diskutonim kur po flasim për karrierën dhe arritjet e një njeriu, zakonisht jemi të prirë si shoqëni, nuk e di është globalisht kjo. Një njeri që nuk ka shumë sukses në jetë, shumë shpesh e loj manash. Nuk e konsiderojmë shumë. Nuk marrim shumë mendim prej tij se mendojmë që nuk na duhet asgjë. Momentin që i njëjti njeri arrin diçka në jetë, ne i kthejmë syt komplet të ai njeri, edhe në fakt tash neve na duket që një fjalë tina është amen. Qysh mi abon që të rast fetarisht hoxhin e rum, sepse për të njëjtin njeri e kemi përbuz dhe i dje. Pse tash po vjen më fol kur nështë ai kom punë të mirë? Pse tash po vjen më nejt me mu kur unë e kom kalu një staz tjetër tjetës? Çka do me thonë kjo? Kur ai ka pas nevojë tjetër e kanë braktisë, në fakt. Them të drejtën, unë mendoj se kjo problematikë është pjesë e jetës tonë, pjesë e shoqërisë tonë. Ne më herët thamë që ne kemi nevojë me ngritë cilësinë e vetdijes. Pra, kur e ngritim cilësinë e vetdijes, i bie që nuk ka anashkalim për asken, sepse tekstet fetare, tekstet kuranore, Zoti i Madhreshëm në Kuran ka zbrit citat ekskluziv pikërisht për këtë çështje që ne po bashkëbisedojmë. Ka citat për këto? Po, ka citat. Zoti thotë në Kuran: "Ja ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawm", o ju besimtar, mos të tallet një komunitet me një komunitet tjetër. Një popull me një popull tjetër. Të dy gjinive, të grupë mosha të ndryshme të gjithë hynë këtu. Pra, Zoti e ka ndalu me abuzu, ose ai që qënie si bulizëm. Kjo është një lloj bulizmi, do thotë në mënyrë të veçantë. Pse? Personi i cili ndoshta ka qenë më i strukun, ose ka një shqetësim, domthonë se te psikolog, te pedagog, do thotë paraqitja një fëmiu me këto përmasa jep me kuptuar që ka diçka që e shqetëson nëse prindi ose edukatorët nuk mirën me te, i bie se ai ka met anash. Dhe pastaj suksesin që Zoti ja ka caktuar ka me arrit. Dhe e arrin. Kur e arrin, neve na befason. Nuk e kemi prit me u bë kështu. Pastaj pra e kthejmë vëmendjen komplet ka ai. E kjo nuk del e shëndetshme për atë person. Pse? Se kuptohet që tani personat pedun ato me interes. Dhe dashuria me interes në aspektin fetar është ndalune, nuk është e shëndetshme, sepse nuk bëhet pra respekti, dashuria, mirëqenia kështu me radhë, nuk bëhet pra
me sinceritet, nuk bëhet pra për të afru, por bëhet për një interes parcial. Dhe kjo krijon një shoqëri të deformuar. Pra mendoj se edhe në këtë aspekt duhet me ngritë cilësinë tonë, me i afru të gjithë fëmijët 2, 3, 4 sot që në familje. Ata ne dim që edhe fetarisht, por edhe shkencëtarisht fëmijët pra përngjajnë nga pararësit e tyre, nga prind, njëri nga nana, njëri nga baba, njëri nga agja, tjetri prej dajve, kjo është normale. Po, se bën edhe dallime në fakt, a këti ja kum po hajrin, këto e du ma shumë të se m'ka bo shpi. Unë po flasë kështu direkt për shkak të këtu, sa po dalin prej studios, këtu problematika i kemi inderum. Pra, ka dhe kësi dallime që nështë dikush edhe jafër të jotit të dënë veç pëse ti ki nështë pare. Ma shumë ke arrit sukses, ose t'jesht të në televizor 24/7. Kjo lidhe drejt për drejt me karierën. Po, është e vërtet që kjo qëndron, pra qëndron të njerëzit, po qëndron në shoqërinë tonë, fetarisht kjo nuk është e shëndetshme. Fetarisht, do thotë, duhet me punu, me e largu këtë çështje, sepse kjo nuk mbjell një personalitet të duhur, nuk mbjell një familje të duhur, një shoqëri të duhur. Pra, nuk mund të themi që kjo është një formim i mirëfilli i shoqërisë, sepse i bie se duhemi për interes. Pra, feja islame, dashurinë me interes e ka konsideru diçka të rrejtur të Zotit, sepse ajo shumë e përkohshme. Në momentin që stopohet interesi, i bie se tërhiqet personi nga personi tjetër, nga pala tjetër, pastaj këtu lindin edhe konfliktet. Që të dalin në sipërfaqe njëri që i ki pranë vetës. Po, patjetër. Mirë, 2 çështjet e fundit. E para, kemi edhe shumë njerëz që nështë ta prind, nana baba normalisht që ta dënë të mirën, po t'jesh vështërën mi kry në stop. Bëni notat e mira, dush me zgjedh këto, dush me bo këto, për shkak se unë s'ku mujt me arrit, edhe mandej krit ato që s'ka mujt me arrit vetë, munohet me ja transmitu gjallit ose qikës, që në fund me pa aty ku ka dash me pa vetë vetën. Qka do të thotë kjo, në fakt, një presion i hatashëm edhe një trysin një hatashëm e një fëmije, edhe e fundit fare hoqë, me qenë hoqë, është profesion? Mandej më përgjigjesh këtë pyetjen? Po. Sa i përket çështjes së parë, do të thotë, është evidente edhe kjo në shoqërinë tonë, ku ndoshta njëri prind, baba ose nëna nuk ka mujt me arrit në karrierën e tij ose të saj në diçka, bën trysni dhe bën presion tek fëmiu. Në aspektin fetar, do të thotë, trajtohet si çështje përgjithshme, që presioni dhe trysnia nuk është e lavdëruar te Zoti, sepse Zoti e ka pru një koncept që hyn këtu çdo detaj, hyn aspekti fetar, hyn aspekti praktik, thot Zoti në Kur'an, la ikraha fi din, nuk ka imponim në fe. Pra, që i bie se duke u nis nga ky parim, pastaj e nxjerrim edhe këtë përfundim, që nuk është shumë e shëndetshme imponimi, por unë mendoj që është i shëndetshëm sugjerimi. Sugjerimi është mohabet. Pra, duhet me sugjeru prindi fëmijën, nga se siç thamë edhe më herët, fëmiu adoleshent, para periudhës së pjekurisë ose në fillet e pjekurisë mentale, po flas, nuk është shumë i aftë, sidomos në këtë kohën e teknologjisë, me i analizu prioritetet, me i analizu sukseset, me i analizu ato që është më e mira, pra bën me i dhon orientim. Unë mendoj që bën me i dhon orientim, bën me i dhon leksion, me i dhon ide, mendime, e pastaj fëmiu, qoftë në mënyrë personale ose në mënyrë kolegiale me shok, e debaton dhe e nxjerr ato që është më e mira. Mirë, hoqë është profesion, apo? Hoqë është mision. Mision. Po. Mirë, është mision që duhet me bo veç burrat, a duhet me bo edhe gratë? Besoj po ma kupton pyetjen, edhe është e rëndësishme mi u tregu mos se pse nuk kemi na për shembull në xhamia. A kemi, besoj, që japin mësimet Kuranit ose diçka, po pse nuk kemi hoqë tamani imam? Pra i kemi këtu, po i bëj 2 ndarje. Po. Pra, është hoxhallaku, është mision, sepse është rrugë profetike. Pra, me këta hoxhallarët synojnë mu afru të Zoti, jo interesat e jetës kësaj bote. Dikush pyet, po hoxhallar po marrin rrugë, kanë kjerët mirë. Kjo e pjesë të jetës. Edhe hoxhallarët kanë familje, edhe hoxhallarët kanë fëmijë, hoxhallarët jetojnë si gjithë tjerë. Por, si punë që kryet, është mision i cili është mision i shenjtë, është hynor. Pra,
Pastaj e kemi këtu thirrjen, në kuadër të këtij misioni kemi thirrjen që përfshihen dy gjinit, edhe meshkujt dhe femrat. Kjo që nga koha e shpalljes, për shembull na kemi prej grave të pejgamberit sa më kemi Aishën, Allahu qoftë të kënaqur me të, e cila ka qenë po themi me emërtimit e kohës tonë akademike e kohës, që ju kanë referu pas vdekjes të pejgamberit ju kanë referu asaj. Madje ajo është në mesin e pesqes me mësë shumë të transmetime nga vetë profeti Alisam. E pastaj në për gjenerata pas tyre kemi përplot, do të thënë të gjitha kohrat, kemi femrat të cilat pra i kanë shërby fesë në aspektin e thirrjes, në aspektin e njohurive, se ato që elaborun këtë në fillim të këtij do thot misionit, do thot trajtuam që çështja e kërkimit ditorisë nuk është e ndarë në gjini, vlen për dy gjinit. Pra, argumentet tona fetare, kur thrasin për kërkim të ditorisë, të futen edhe meshkujt, edhe femrat. Atëherë bie se një femër e cila e ka studiu fen, aja e predikon fen, po i afron ligjata sikur që edhe kemi, do të thënë kohën e sotme, madje jo vetëm tani, po kemi si sot dekada në medresen Alaudin, do thot është pjesa e meshkujve dhe femrave. Fakultetin e studimit islame mësojnë edhe meshkujt edhe femrat, pra kemi edhe ligjëruese, kemi departamentin e gruas pra në Kosovë, kuadër të Kryesisë së Bashkisë Islame, kemi pa thirrse që marrin ligjërata meshkujve edhe ka vetëm për femra. Mirë po, sa i përket imamllakut, prirjes së xhamatit, pra është kusht me kon mashkull. Pse? Për faktin se ndryshimi është fiziologjik i gjinive. Kjo është arsyeja. Fiziologjik. Po fiziologjik. Ka diçka lidhje edhe mental? Jo, fiziologjik, jo mental. Për faktin se Zoti ka kriju me specifikat veçanta mashkullin dhe femrën, për këtë na ka tregu Zoti në Kur'an para afër 15 shekujve që sot i shërbehen edhe antropologët edhe shkencat të ndryshme, këtij citati ku Zoti në Kur'an thotë: "Walaysa dhakaru kal untha", mashkulli nuk është si femra. Pra, duke qenë se femra përballet me ndryshime fiziologjike, pra mujore, cikli menstrual, lehonia, shtatzania, këto pra janë pengesa për të shërbyer. Prandaj, çito është esenca. Pra, nga këtu fillon esenca, mos me ngarku gruan me këtë. Nuk është ulje e personalitetit saj, nuk është inferioritet. Asësi, do më thonë, është një mos ngarkesë. Ka me rujt mirëqenjen e grave. Po, kjo pikërisht i bjen, sepse parimisht Kurani problemet fiziologjike ose të ciklit menstrual, shtatzanin, e ka trajtu si ngarkesë ose si lloj smundje. Pra këtë lodhje, këtë mundim që ka gruaja shtatzane, llogarit çfarë lodhi do të ishte edhe imam i xhamisë. Mu marr me xhamat. Me xhamat, me ligjërata, ose mi pri xhamatit kur ajo është në kohën e lindjes, leoni. Por këto janë arsyet esenciale. Mirë, vjatrasha, edhe nëse nuk je shumë praktikues si fesë, e kuptojmë pak a shumë se cilat profesione duhet t'i ndjekim, cilat nuk duhet t'i ndjekim. Kjo është e fundit fare për shkak të kohës, hoxhi nderuar. Vjatrasha shumë mirë e kuptojmë, por për shembull, specifikisht kemi mjek dhe domethënë mjeke të dy gjinit, profesioni mjekësisë, inxhinierisë, profesioni gazetarisë, shumë profesione, x profesione. Në shekullin e 21, viti 2026, është problem me punu me zveti dy gjinit. Komunikimi ka qenë i vazhdueshëm gjatë gjitha kohërave. Për shembull, a mundet një grua mjeke me trajtu një burr? Patjetër. Madje kjo ka ndodhur në kohën e shpalljes. Po, prandaj. Në kohën e shpalljes, siç edhe keni ndëgjuar, keni lexuar, audienca e din që ka qenë princip profetik që pejgamberi zakonisht ka marrë një grup të grave me vete. Gratë e tija dhe gratë të tjerë. Pse? Gjatë kur ka pas betejë, gratë janë marrë me shërimin e plagëve të dy gjinive. Pra, kryesore si për kufizim i bie që jo vetëm që lejohet, po unë mendoj se duhet. E nevojshme. Është mas e nevojshme në këtë kohë, sidomos që femra tjetë e kyçur sidomos në mjekësi, sepse është me afër me gjinin femërore, i shërben me shumë, po edhe në disa profile të tjera të cilat janë interes i shoqërisë, që në interes i shoqërisë, kryesorja Islamin tërësi si mesazh afron njerëzit, nuk ka me i largu njerëzit, por ka me i afru njerëzit, me i parafru, por gjithmonë
aja mesatarja e artë është e kërkuar me mas, Po. ato t'jenë me mas. Mirë, hoqë nderuar, unë të falenderoj shumë që kontribove për temën e parë, falenderoj për durimin edhe e di që ke ngarkesa tjera, kështu që falenderoj që ke ndoa minutat e tu për të ardhur në studio për kontribuar për këtë temë. Faleminderit juve. Të nderuar shikues, faleminderit edhe juve që na ndoqët për këta minuta, ne bashkë do të jemi përsëri në javën tjetër. Menjëherë pas Bardhëzi keni emisionin live me Korabin, ku mund të kontaktoni edhe jo në numrin tonë të telefonit për temën që kemi vendosur dhe të jeni pjesë e kësaj teme. Faleminderit edhe një herë dhe miru takofshim deri në javën e ardhshme.